Si avonet kemi dorëzuar padi në gjykatën themelore në Prishtinë, në Departamentin për çështje administrative, padie për anulimin e vendimit të qeverisë në detyrë të Republikës Kosovës me numër 02 thyje për 273 të datës 31/10/2025 për miratimin e projektligjit mbi ndarjen buxhetore të Republikës Kosovës për vitin 2026. Së bashku me padin, avonet ka propozuar edhe vendosjen e një mase të përkohshme të sigurisë me qëllim që të përzullohet ekzekutimi i vendimit të qeverisë në detyrë në marrjen e vendimeve deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga gjykata. Ky propozim është ngritur në bazë të nenit 99 dhe 100 të ligjit për konflikt administrativ, duke u arsyetuar se zbatimi i vendimit do të shkaktojë dëm të rënd të papriparueshëm ndaj rendit kushtetues, ligjshmërisë dhe interesit publik të Republikës së Kosovës. Në këtë kërkesë të masës të sigurisë, si provë materiale kemi paraqitur edhe deklaratën e Odës Ekonomike Amerikane, që thekson se dëmët fiskale të papranueshëm apo të pariparueshëm janë mbi bazën e këtij vendimit. Në padinë e dorëzuar, avonet thekson se qeveria në detyrë në rastin e miratimit të vendimit në fjalë ka vepruar në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës, konkretisht me nenin 72, si dhe me nenin 28, 29 dhe 31 të ligjit të qeverisë së Republikës Kosovës, të cilën e kufizon veprimtarinë e një qeverie që ushtron funksion vetëm për çështje të domosdoshme administrative, por jo të miratoj projektligje. Sipas analizës ligjore të avonetit, miratimi i një projektligj për ndarjen buxhetore përbën një akt me karakter administrativ dhe politik, i cili te kalon kompetencat e një qeverie në detyrë për të cilën është theksuar se kryeministri dhe disa ministra të kabinetit qeveritar tashmë janë në funksion e deputetit të Kuvendit të Republikës Kosovës, çka përbën shkelje të parimit të ndarjes së pushtetit dhe ndalimit të funksionit në dy funksione publike njëkohësisht. Përmes kësaj padie, avonet kërkon nga gjykata që të anulojë vendimin e qeverisë në detyrë, si të palegjshme dhe antikushtetues, si dhe të pezullojë efektet e tij deri në vendimin përfundimtar, duke garantuar respektimin e kushtetutës, ligjit dhe parimit të shtetit të së drejtës. Ky veprim i avonetit reflekton një të drejtë të ushtrimit të mjeteve juridike me qëllim të mbrojtjes së rendit kushtetues, ndarjes së pushtetit dhe integritetit institucional, duke siguruar që procesi buxhetor të zhvillohet në përputhje me mandatin legjitim dhe parimet demokratike që përqafon Republikën e Kosovës përmes kushtetutës dhe ligjeve tjera pozitive të Republikës Kosovës.